Përshëndetje të gjithëve. Jam shumë e gëzuar, e mbushur, edhe emocionuar që jam këtu sot para jush. Jam e gëzuar se më në fund erdhi diplomimi. 4 vjet. Unë jam nga ata që janë me vite ekstra, të themi. Më në fund erdhi diplomimi për një shkollë të cilën as nuk e kisha planifikuar që do ta ndisha. Në Sortani ishte nga ata vëllezër që e kërkonte teologjin, nuk kam qenë e kundërta. I kisha shumë problem shkollat biblike sepse mendoja se ta mbushin mendjen në teologji, edhe të çojnë në përsa debate të cilat sjellin vetëm përçarje. I kisha frikë sepse mendoja se po të ndisha një shkollë biblike, do të mbushesha me një uri, por do të zbrazesha nga dashuria. Këto mendime i kam pasur për një kohë të gjatë, të them të drejtën, deri para disa vitesh. Filloi të ndryshonte diçka tek unë edhe kisha filluar të kisha një nevojë të thosha, jo thjesht dëshirë, por nevojë që të sistemoja njohuritë e mia biblike edhe ta filloja më shpejt ta çaja më tej njohjen time për Zotin. Duke pasur këtë nevojë dhe këtë nxitje brenda zemrës time, fillova të bëja kërkime për një shkollë biblike. Fillova të kërkoja ndej këndej, mirë po nuk po gjeta një shkollë e cila të ishte edhe një shkollë që më lejonte të bëja punën, edhe të ndiqja studime njëkohësisht. Derisa hasa tek STL-ja. U kujtova gjithashtu që një mikesha ime shumë e mirë e ka ndjekur këtë shkollë vite më parë, atëherë kur mendoja se ishte humbje kohe të ndiqje një shkollë biblike. U regjistrova në STL me mendimin e ngulitur në mendje që më shumë se 6 muaj ose një vit nuk më duhet mua, kështu që po hyj një herë, po bëj disa muaj aty edhe të shohim të bëjmë pastaj. 4 vite më pas nga këtu. Ishte vendimi më i mirë që mora. Duhet mos preken. Sa i mirë është treguar Zoti me mua përmes STL-s. Unë më afrova kësaj shkolle me ndrojtje dhe rezervë se çfarë do të ishte ajo për mua. Por ja ku jam këtu për të dëshmuar që Zoti solli manën së lartit për jetën time. Për çdo muaj, për çdo lëndë, ai më shërben. Shkolla u shndroi me shpejtësi në një mentor të madh për aq shumë gjëra që po kaloja gjatë këtyre viteve. Unë mendoja që njohuritë që po marr do të më blenin diku, kur Zoti do të donte, por sa shumë isha gabuar. Zoti përdorte ato njohuri për çdo muaj aty ku isha, atë kohë që po e merrja. Janë kaq të shumta herët kur aty që po kaloja atë muaj apo ato mendime që më mundonin atë periudhë kohe, do merrja përgjigjen apo do fuqizohesha pikërisht nëpërmjet lëndës që do kisha atë muaj. Kjo vjen vetëm nga Perëndia. Pedagogët, burrat dhe gratë perëndishëm, që ndajnë me ne jo thjesht njohuri. Ata ndan nga jeta dhe thirrja e tyre. Ndan dobësit, kjo më ka prekur jashtëzakonisht shumë, ata ndan dobësitë e tyre. Ndan sfidat që kishin kaluar, ndan mësimet që Zoti u kishte mësuar. Nëse na mësonin për diakonin, ata ishin diak nga thirrja. Nëse na mësonin për kishmbjellje, ata ishin të thirrur si mbjellës kishash. Nëse na mësonin për vëhësin, ata na mësonin se si të mos ecim në ligj, por të ecim në hir, si të ndërtonin një marrëdhënie prej ati dhe biri apo bie në Perëndi, një marrëdhënie nga e cila do bëronte një udhëheqësi si e Krishtit në jetën tonë. Stafi i dashur i STL-s, vëllezërit dhe motra që na pritën te dera e kishës çdo herë me një buzëqeshje, me një përqafshim, me një pyetje si jemi gjithmonë, me një fjalë të ngrohtë, me një përkushtim për punën të bërë si për Zotin, që është një shembull për të marrë për mua. Ata na kanë bërë të ndjehemi plotësisht të pranuar, plotësisht të dashur, edhe plotësisht të sigurt në hapat që kemi hedhur në këtë shkollë. Studentët miq dhe bashkëpunëtarët e mi në këtë rrugtim. Në mbrëmjet e shkollës ne nuk ndam thjesht njohuri që i morëm në shkollë apo që i kishim ditur më përpara, në ndanim dëshmime njëri tjetrin, në ndanim pikalutje, në ndanim shqetësime, në ndanim meranqe, në ndanim qeshje, në ndanim nga jeta jote. Të dashur motra dhe vëllezër, mund të them pa frikë se vitet e shkollës në STL kanë qenë vitet më të bukura të shkollimit si një rritur për mua. Kam bërë shkolla plot. Po STL-ja ishte ndryshe. Edhe si thot fjala e Zotit,
I konsideroj të gjitha ato të tjera plot, për para vlerës së lartë të njohjes së Jezus Krishtit, Zotit tim. Jam këtu për të dëshmuar se Zoti është treguar i mirë me mua. Se nëpërmjet kësaj shkolle ai më ushqiu shpirtin me bukë të gjallë, ma kënaqi zemrën me përkujdesin e tij dhe më bekoi me dashurinë e tij. Sepse Zoti është i mirë, mirësia e tij është e përjetshme dhe besikëria e tij vlen për të gjithë brezat. Jam kaq mirënjohëse Perëndisë dhe ju të gjithë për çdo bekim dhe ndërtim që keni dhënë në jetën time. Zoti ju ashpërblet 100 fish. Faleminderit shumë.